Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën komentimi i sures Az-Zelzala. Është një sure të cilën shpesh e dëgjoni në namazet tuaja duke e recituar imamët. Shumë prej nesh e recitojmë këtë sure në namazet tona. Është jashtëzakonisht një sure me vlera jashtëzakonisht të mëdhaja, me mesazhe dhe këshilla shumë të qarta, të cilat do t'i shohim disa prej tyre në sot, e inshallah nëpërmes këtij përkujtimi për mua dhe për ju, do të nxisim ata që ende se kanë mësuar, kur të dëgjojnë kuptimin, inshallah do të marrin edhe guximin që ta mësojnë përmendsh. Të tjerët do ta lexojnë më shpesh inshallah taala, që të përfitojmë e të përkujtohemi me mësime, thirrje të Allahut të lartësuar nga kjo sure. Allah thot në Kur'an në surën Az-Zelzala, është surja 99, ka 8 ajete. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Që në Shqip është Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut mëshirëbërësit, mëshiruesit, kur toka do të dridhet me tronditjen e madhe të saj, dhe kur toka të nxjerr jashtë barrën e saj, dhe njeriu do të thëras, çfarë ka kjo? Atë ditë ajo do të shpall njoftimet e saja, sepse Zoti yt e ka frymëzuar atë. Atë ditë njerëzit do të paraqiten të veçuar në grupe që do t'u tregohen veprat e tyre. Kësaj kushdo që bën mirësi sa një thërmi qoftë, do ta sheh atë, dhe kushdo që bën keq sa një thërmi qoftë, do ta shoh atë. Pra sot të shohim, të përfitojmë, të mësojmë disa nga kuptimet kryesore të kësaj sureje. Për vlerën e kësaj sureje ka edhe një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku ai na thot kështu: Ata rajulun Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Një ditë erdhi një njeri te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ju drejtua i tha pejgamberit alayhi salam: Aqri'ni ya Rasulallah. Tha, më mëso çfarë sure të veçoj unë për t'i lexuar kur të falem, pra më trego disa sure të cilat do t'jenë të dashura dhe të veçanta te unë, mi trego. Erdhi njëri dhe ja bori këtë kërkesë Muhamedit alayhi salam. Faqal
ikra thalathan min dhawati alif lam ra. Tha lexoj suret që fillojnë me alif lam ra. Lexoj tha këto, bëni për vete, thello pak më shumë të këto sure që fillojnë me alif lam ra. فقال كبرت سني واشتد قلبي واغلظ لساني. Tha, jam plakur, më është bë efort zemra ime dhe gjuha më është rënduar. Pra personi që e ka pyet, ka qenë shumë i shtirë në mosh, pastaj zemra i është ngurtësuar me sabrin pak ma lisht, po edhe gjuha tha më është rënduar, lodhem. Pra i vjetër, i shtirë, nga në mosh, i pamundur jo shumë. Qal faqra thalatha min dhawati hamim. Atëherë tha, lexo ato sure që fillojnë me hamim. Faqal mithle me qaleti. Tha njëjtë si tha herën e parë. Jam i shtirë në mosh, zemra më është forcuar, gjuha më është rënduar edhe këto suni bëj. Faqal mithle me qaleti, faqal ikra thalathan min al musabbihat. Atëherë tha lexoj 3 sure që fillojnë me sabbihism. Pra me tasbih Allahun Gjelle Shanuhu. Faqal mithle me qaleti. Prap tha njëjtë. Faqal ar-rajulu ya Rasul Allah. Shifni çash kur din edhe të pyese. Kjo është interesant. Shifni çash sa me mençuri ka pyet. I ka dhënë sukses Allahu. Ya Rasul Allah, aqri'ni sura jami'a. Shifni çash pyetjen. Tha, ka mundësi me më mësu një sure gjamia. Për çfarë këndohet shumë kjo sure, edhe në namaz prej shumëve, edhe njerëzit e këndojnë. Pse s'është gjamia? Çfarë gjamia? Për mbledhse. Se dhe gjamia quhet gjami pse mbledh njerëz. Gjamia tha, një që ti përmbledhe që këto krejt. Pra një përmbledhse. Pak thom, shumë fitoj. Një që ashtu tha, të regom më tha, kujt t'i bëj pak më shumë devam, kujt t'i bëj pak më shumë dikat. Faqrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kur ja lipi këtë kërkesë, atëherë pejgamberi alayhis salam, a dini cilën sure ja lexoj? Çka që ne sot e mësojmë kuptimin e saj, tha idha zulzilatil ardu zilzalaha. Lexohet që këtë se është prej sureve gjamia, që pak thua edhe shumë përmbledh. Hatta faraga minha, ja lexoj komplet pejgamberin, pra ja mësoj edhe ja lexoj komplet. Faqala ar-rajulu walladhi ba'athaka bil haqq. Kjo është ajo qershia mbi torte si e përdoron populli ose kajmaku. Ta dëgjojmë ç'është. Edhe drishash ishte me vërtet është interesant, është e rëndësishme ta dim. Shifni çfarë i tha. Faqala ar-rajul walladhi ba'athaka bil haqq. U prek, u knaq, se ato qera që duke në rond, ja kompenzoj Allah ato të rondat me surën Zelzele edhe u knaq, shumë u knaq. E di se nuk mund të, amon me këtë e përmlodh, shumë përmlodh. Gati se ato që ja përmendi me radhë të gjitha. Walladhi ba'athaka bil haqq. Tha, betohem në atë të cilin të ka dërguar ti me hak. Hak je Rasul Allah. Hak është Kur'ani. Hak është Allahu. Betohem se në zemrën time janë këto. Në veprën time janë këto. Në mendjen time janë këto. Në gjakun tim, në kockat e mia, në gjithë shka janë këto. La ezidu alejha ebeda. Shqitash? La ezidu alejha ebeda. As zhodha nuk lexoj, tha përveç se i tha zulziletil ardu zilzalaha. Do më thonë, nuk lexoj ma shumë se që kaq. Mundem e lehtë ti më tregove çfarë është xhamia,
së është përmbledh si përmbledh krejt, unë dhe nuk lexoj tjetër jashtë që kësaj. Thume edber ar-rajul. Edhe priti pejgamberin që mos ta bëj fitnë njeriu. Priti, dha selam edhe shkoi ki njeriu i shtirë në mosh, u largu. Fekale Nebi sallallahu aleyhi wasallam, aflaha ar-ruwayjilu, tha, ka shpëtuar ky burr i vogël. I vogël, i thjesht, i mençët, ama shpëtoi. Pra vërtet është një sure shumë e madhe që duhet ta mësojmë edhe t'ja mësojmë kuptimin e saj. Atëherë do të zgjerohemi çtash, inshallah, ta kuptojmë pak më thellë dhe të zgjerohemi edhe pak më thellë. Ku thot Zoti, idha zulzilatil ardu zilzalaha, kur toka të dridhet me tronditjen e madhe, pra për të fundit herë. Flet Allah në këtë sure, zelzele, zilzale, arabisht i thotë edhe tërmetit. Dhe vëllë, kur do të dridhet dridhjen ama të fundit, e ka fjalën për dridhjen pas së cilës do të shkatërohet gjithë shka që ekziston, para të ka fjalën. Dhe kur nuk do të ngelet asgjë tjetër jashta Allahu të lartësuar, gjithë shka do të shkatërohet. Dhe atëherë Allah do të pyes limenil mulkul yawm 3 herë. I ku është sundimi sot? S'do ketë as me lek, as njerëz, as mal, as fush, as diell, as hanas. Hiç, dhe se Allah e si për herë si ka qenë. Sens dhe ekzistone. Thot, limenil mulkul yawm. I ku është sot sundimi? S'ka kush i përgjigj, se veç Allahu është i përhershëm pa fillim. I përhershëm pa mbarim. Nuk ka përgjigje. 3 herë do pyese, pastaj do të përgjigjet. Lillahi l-wahidi l-qahar, është i Allahut, el-wahid, të vetmit, i plot fuqishëm, mbi sundues për gjithë shka. Ndërsa, fjala Allahut, pra jeti i dytë, ku thot Allahu, wa akhrajatil ardu athqalaha. Çfarë do të pasoj pas dridhjes së fuqishme të tokës? Akhrajatil ardu athqalaha. Atëherë toka do të nxjerrë jashtë barën e saj, kështu thot Zoti. Pra atëherë kur do të dridhet, do të vazhdoni të dridhet, dridhu fuqishëm, nuk është tërmet që disa sekonda do të ndalet, është një dridhje që sa kanë përjetuar njerëzit, edhe veç se do të filloj gjithçka të pëlqet nga brendia e saj, edhe të del jashta. Dhe dalin më para, subhanallah, gjenazet, njerëzit e vdekëm, dhe dalin gjenaze, dhe dalin prej toke. Dhe do të fillojnë pastaj edhe gjithçka që ka në brendin e saj, të paraqiten jashtë, dridhja vazhdon, pëlqitja vazhdon dhe ato vazhdojnë të dalin. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam për këtë, thot taqiul ardu afladha kabidiha. Pastaj me këtë dridhje ta dëgjemo vëllezër. Wallahi është hadith shumë madhështor. Lumi ai që e dëgjon me syt, me veshët e zemrës, e shef këtë hadith me syt e zemrës, wallahi do kënaqet. Ta dëgjojmë. Thot taqiul ardu afladha kabidiha. Do t'i nxjerr atë ditë toka të gjitha thesaret e saj, me diamant, me naft, me argjend, me kret, me flori, me kret, i nxjerr atë ditë. Kret do t'i nxjerrë jashtë. Emthal al-astuani min al-dhahabi wal-fidda. Subhanallah. Dhe do t'i bëj pasunit e veta në shtylla argjendi edhe ari. Dibane, do të thonë, argjendi edhe ari. Fejejiu l-qatilu fejekul fi hadha qatalt, la hawla wala quwwata illa billah.
edhe do të vi vrasësi. Para mendonja. Zoti mos na sprovoft, ama të kesh hak. Do të vi vrasësi. Kamerak, altanin, argjendin, pasunin, edhe do bëj hoxhum ta kape. Thot që për ti vrava, thot njerëz bërë u bëna vrasës. O je gjiu l'kati u fejekul, fi hadha qata'tu rahimi. Dë vrapone pasaj aj që i ka ndërprej marrëdhëniet fare fisnore, me vllaj nuk folën, me mingje nuk folën, pse se filon nara, filon diqani, filon ajo, do me thonë, i ka ndërprej lidhjet e gjakut për pasuni, dë vrapojnë edhe ato edhe hëtë gjumë të kapin edhe ato. Thot të marë se për ti be i ndërpreve dhe lidhjet fare fisnore. O je gjiu sari ku fejekul, dë vrapone hajni. Hajni dë vrapone, hajduti, vjetësi. Që vjeth tendera, u vjeth njerëzve, vjeth si hajnë, hajdut, i keq. Edhe hajtë dë vrapone, kur të shofe ashtu, shtila ari argjendi, hëgjum, edhe hajnë. Fejekul, fi hadha kuti atjedi. Për këtë be mu prej dora be barqtash të morë, thumme jedaunehu fe la jekhudhune minhu shej'a, la hawla wa la quwwata illa billah. Dhe kur dhe bënë hëgjum, toka dridhet, dalin gjenaze, dalin qka kam renda, del pasunia në shtillat arit argjentit, këto bënë në gjumë edhe pas e dhe buhen pishman. Edhe nuk morin as sent. Pse? Se e shofin se ajo që i pret është ma e rëndë se kjo lakmia. Pa hajtë morim mësim për që këti hadithi, kur dhe lakmojmë diçka tjetë halale, të kënaqemi inshallah. Për ndryshe s'bën hiq. Fjallë Allahut ku thot, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Dhe njeriu do të thërras. Do të thërras me zot të nëlt. Kur do të shofe këtë ngjarje, këtë situatë me tokën që nuk e njeh dot, do të bërtas, do të thërras me zot të nëlt, do të thot, ma laha. Që bëmore me tokën, oj tokë, ç'ke kemi parë kështu, ne nuk të njohim kështu. Ç'ke që bë me ti, ma leha, ç'ka ka more kjo tokë që sot bën kështu. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Pasi gjë do të nxjerr gjithçka dhe do të vazhdoj. Do të vazhdoj kjo situatë, kjo gjendje. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Do të del edhe ma e rënda. Hala ka dala, hala s'ka dala zgjot, do del ma e rënda. Çka thua be hoxha? S'ka mune be Allah, në thjesht njëjtë jemi. Tu haddith. Allahu di thotë tokës, hajde, bismillah, fol krejt për Azirin, çfarë ka bu Aziri? Atër dhe jetë çmenduria. Edhe të thote, toka Aziri e ka bu këtë, e ka bu këtë mirë. E ka bu këtë pislëk, e ka bu këtë. Çu bë more? Po. Do të flet toka për çdo njeri në emër të mbi emër tonin se çfarë kemi bë. Bi anna rabbaka awha laha. Shif sot qet. Kërkush si nget. Qet. A ditë s'do jetë kështu? S'do jetë qet. Pse? Bi anna rabbaka awha laha. Kjo do të ndodhë sepse Zoti jot ka caktu që t'jetë fund dhe të flet toka për gjithçka që kemi vepruar mbi të. Yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum. La hawla wala quwwata illa billah. Atë ditë njerëzit do të jenë në grupe. Të ndryshëm. Të bëjmë kujdes o vëllezër. Kështë edhe finalja ndoshta. Atë ditë njerëzit e shtata. Çfarë është e shtata? Të grupe. Po si do kemi qif ne ku të cilat grup do jemi? Ja. Po mbas çka do formohen grupet?
A dini bën shfahit? Në bas çka do formojnë grupet? A'malahum. Allahu Akbar. Në bazë të veprave tona. S'ka hiç ndryshe bre subhanallah, për çfarë pa tjetër të kujtohemi. Pa tjetër të dhëm gishtin në kokë, të dëgjojmë me vesht e zemrës, shohim me sytë e zemrës, e pastaj të analizojmë edhe me mendjen, e pastaj edhe të veprojmë me gjymtyr. A'malaha. Shqipe një grup, një grup, si do jenë të grupe të formuara? A'malaha. Në bazë të veprave. Të mirët do të jenë të lumtur, të kënaqur, në hare, në harmoni, të buzëqeshur, ndërsa ata që kishin më shumë të këqija se të mira, do të jenë në tmerr, do të jenë në mërzi, do të jenë në gajle. E Allah çfarë thot? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Allahu Akbar. Le të jetë mësimi më i madh që ki o vëllezër. Allahi, le të jetë mësimi më i madh që ki. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Atë ditë kush ka bërë mirësi, qoftë edhe sa thërmia, ma i vogël, sa atomi, edhe ma i vogël sa atomi, qërëm protone, neutrone, qërëm, edhe ma të vogël, do t'i paraqitet dhe do t'i ndihmoj të cili grup tjetë, i të lumturve, apo i të shqetësuarve, i të merakosurve. E qoftë nëse ka bërë një vepër të mirë edhe sa thërmia, do t'i paraqitet dhe do t'i ndihmoj atë ditë. Wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Allahu musta'an. Zot na ndihmo. Po edhe kush ka punuar ligësi sa thërmia, kush ka punu ligësi sa thërmia, edhe atë do t'a gjene dhe do t'a randone kopën e ligësive të tija. Për atë thirrja më e madhe për ne e kësaj sureje, për kujtimi më i madh për ne e kësaj sureje, është të kemi kujdes se kjo është hak që e tham. Le ta marrim mësimin, ndoshta i vetmi më i rëndësishmi, në maksimum vepra të mira, thot pejgamberi alayhis salam, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a, mos nënvlerësoni nga vepra e mirë, qoftë edhe shumë e vogël, sa walau an talqa akhaka biwajhin talik, edhe ta takosh vllain tënd kur e takon, e përshëndet me çfarë? Fytyrë të buzëqeshur. Nuk ja varin veshin e shumë kësaj. Buzëqeshbe se te Zoti është shumë e madhe kur e takon vllaun tënd. Edhe çka të mos thuj, nuk ka diçka, o shumë është. Dhe le qetë thirrje kjo sure që ne të bëjmë kujdes larg duar, kom, sy, vesh, nga ligësi qofshin edhe të imta. Thot pejgamberi alayhis salam duke mësuar, duke këshillu Aisha, një Aisha, iyaki wa muhaqqiratil a'mal. O Aisha, rruju veprave që duken të vogla, pa rëndësishme. Pse? Fa inna laha min Allahi talaba, sepse ato nga Allahu dikë që do t'i kërkoj llogarisë. Ato të voglat e thirrin pastaj të madhen e pastaj të qapish edhe llogari. Lut Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tija të larta, të na mundsoj ja Allah
neve, mundësova fëmijëve tonë dhe mundësova mbar besimtarëve musliman që sa më shumë të merremi me leximin e Kur'anit, mësimin, leximin e timit të xhvit, padyshim, pastaj mësimin e sureve përmendj, pastaj edhe çkruajsisja sot, edhe kuptimin e tyre që vërtet të kënaqemi, që jetojmë të lumtur në dunjë dhe të shpëtuar inshallah në ahiret. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.